Për herë të parë në jetën time, Ministrit të Mbrojtjes si ministër. Ditën e parë që të detyroj si ministër. Në shumë ministri, po në Ministrit të Mbrojtjes kam hyrë për herë të parë si ministër. Po? Kam gjetë gjithë shtabin. Më falë, gjithë punojësit e ministrisë. Ishin. Gjithë të mbledhur, lënë qa shkrujnë, qa thonë kanike, disa... Nuk ishin ikur, ishin aty. Atë gjithë. Sala malë, ka qenë një salë plot. Edhe folen më rrallë. Kuadrat kryesore të ushtrisë. Edhe unë, ma shë shënimi, kam edhe sot shënime, se i kam të rrëshin e gjitha. Sigurisht edhe për Qezër Bali. Ishin të prekull, të vrarë, në shpirt. Ishin të shgënjur? Ishin të shgënjur. Të tradhtuar? Po, edhe të tradhtuar, sepse çnolli u shkërmoq ushtria. Ato kishin një jetë tanë që punot në të. Një jetë tanë që kalamaj, ata kanë shku në shkollë. Ata për atë ditë? Për atë ditë, u shkërmoq ushtria më në javë. Nuk ishte fajtë? Ishin të vrarë shpirtërisht. Dhe folën drejtorat, deri në ministri, shefi shtabit e tjerë e tjerë. Gjithë akuzohen në shikun, sepse shiku, po, ka vra, jo vetëm po ka këshillu edhe ne kundër ushtrisë. Jo, një sekundë. Se kam gjuru njërë. Po si keni gjë, po shumë gjana si keni gjë. Shiku në marsin në theshat ka qëlluar... Edhe njëherë, kundër ushtrisë, kështu thanë ato. Po, kështu deklaruan në mbledhje. Ka qëlluar dhe ushtarët dhe oficerët. Në përmet, për shembull, kur ushtarak moren me ik, ato shikut i kanë qëlluar mbrapa. Thonin ato, kështu deklaronin mbledhje. Ata nuk e fusin kot. Nuk thëmë që ja fusin kotë, unë në thanë që... Jo, janë të stakë në fjallë. Unë thëmë ushtëria pra. Tani, një gjë si Ministri i Mbrojtjes zoti Vukaj. Heroizmi më i madh i asaj periudhe ishte atyre pilotëve që urdhëruan për të bombarduar në jug dhe ikën shkuan në Itali. Ju si ministër, si e përcollët të ngjarje këtë raport se momentin që ju morë detyrën, ajo sa kishte ndodhur? E kishte ndodhur pak ditë përpara. Po pra, se 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë. Por, shiko. Jepet urdhën me bombardu uren e Mifolit. Safet Gjulali, ish ministri i Mbrojtjes, në një intervistë nga Italia, thoshte që urdhërin e ka dhënë presidenti, unë ja kam transmetu shefit të shtabit përgjithshëm, shefi i Kosovës, ai nuk e ka zbatu. Dhe në kujtimet e tij, shefi Kosova thotë që unë nuk e kam zbatu dhe kam dhënë dorëheqjen me datën 2. Po. Tani, përsëri, Safet Gjulali ka dhënë urdhër të bombardohet. Ushtarat nuk e kanë zbatu. Edhe unë jam i bindur që mendoj përjashtim në një aventurieri, asnjë pilot nuk do të paranonte me bombardu uret e Mifolit. Dhe kjo kështu ndodhi? Edhe kështu ndodhi në fakt. Keni shumë drejtë. Pra, unë jam i bindur që ushtarak këto nuk do të qellonin kundër popullit. Jam i bindur. I qua në me i këne nuk, me përjashtim në një aventurierit, në një rrugaqit. Gjithmonë gjinën. Por ushtria, ushtarak, oficerët kundër popullit nuk do të. Po të lexosh planin e luftimeve, është i lahtarshëm. Plani. Unë e kam botu, e kam gjetë mas shumë vitesh në arkivin e forcave të armatosura. Në atë kohë, vetëm qarkullë e llafe që ekziston, por sigurisht unë nuk e kam... Plani luftimeve për sulmuar jugun? Po. Ku që artoj? është pa firmë. Pa firmë? Pa firma. Vetëm shtabi i operacionit. Kështu është me harta, me hollësi do të sulmuar. A i planifikonte detajet për të sulmuar të gjitha zonat? Me hollësi, deri dhe listat e njerëzve që do të pushkatoshin. Deri përdorimi i landëve helmuse që me konvent ndërkombëtar është ndaluar. Është ndaluar. Po, nxori zoti Rakipi dhe u tallën. Nuk e di kush e ka nxjerr, por edhe një herë. Do dhe lista e personave që do ekzekutojnë. Kartohen lista që do të eliminohen. Ishin listat aty?
Ja, plani ishte që startojnë listat që të ekzekutoheshin persona. Eliminoheshin. Të eliminoheshin. Po personat çfarë profesionin këta? Këto që kishin ngrit krye kundër rebelët. Pop. Jo vetëm rebelët. Kush janë personat? Po hajde më rrevesh tash se. Nuk janë me emra. Ua. Kjo është e vërteta. Do të thënë, ju jeni i pari ministri i mbrojtjes që keni marrë detyrën kur nuk ishte ushtri. Ushtria ishte, shiko. Po nuk ishte ushtri tani. S'kishte ushtri. Nuk kishte ushtri. Ne kishim detyrë në atë kohë. Edhe Gërralla, ministri i pari mbrojtjes. 1912. I kishte ca ushtarak aty. Shiko, me njëherë, me 13 mars, unë kam ba një thirrje në televizionin shqiptar, atë dhe unë rrezik. Po, ju kujtoj shumë mirë. Të nesërmen, oborri i ministrisë dhe salla janë mbush plot me oficerat liruar, që shprehnin nga dishmenin, shkojnë ku të ketë nevojë atë dheu, në repartet ku kanë qenë, apo ku të ketë nevojë. Dhe unë nuk e kam zgjatë sepse në vendet ku keni qenë. Dhe ka pas për atyne edhe oficera madhor që kanë shku kanë bërë punën e erojës. Që kanë shku, kanë dalë dhe mbledh rrugash, materialet ushtarake që ishin hellë në Gravice. Qa ishte kjo ndjenjë? Kjo ishte një patriotike. Këto ishin oficer ardhëtar, nuk ishin... Shiko, këto duhen... Nuk ishin interes? Ata ishin shpit vetë. Ata në gjuhën darkë. Lajmet, nesër me në mjes, unë flashin ministri, kur jam qu, o borri plot në thonë. A kanë marrë në i vlerësim këta njërës që... Ja, fatkeqësisht ja. Kjo është një akt që për Shqipërinë është nuk kanë pushu. Nuk pushon dhe zyra, ish oficera. Përfshi madhor. Gjitha kategorive. Të larguar nga punë? Edhe ishtë burgosët, kosët dhe vërhoqët. Që nga sa dik me këteshi. Që më kanë arë në zyrë, më kanë dhënë këshilla. Për mirë. Se dhatë një emër, më thuni disa emër. Që nga edhe një herë, pra... Sadik Bekteshi? Që nga Sadik Bekteshi, Raman Përdaku, pa fol për oficera që ishin deri në fund. Dhe Raman Përdaku të ka rrëzir? Po, në atyre kam njoftë. Seriosisht, në kuptimin e mirë, më mjefshin këshilla. So në ishe civil, nuk... Po, sigurisht, pra kam fjalën të patriotizmi i këtyre njerëzve. Dhe e bënë me shpirt. Edhe sot kam në shpi 10 letra të asaj kohë që më qodin oficera apo njerëz nga 4 ande e Shqipërisë. Shumë emocionuese është. Mirë, pra, kjo është realiteti. Këto e njerëzit tonë. Pavarësisht pastaj, kur vjen puna me njëri tjetër në zi, me shami. Mirë, ajo që tjetër, por kjo është një akt. Kjo është realiteti. Kjo është e vërtetë. Më dha disa gjëra, sidomos ky plani për bombardimin që ju e keni gjetur, po pa firmë, ëh? Është pa firmë. Që nga me hile. Po me hile janë bërë shumë gjana të këne, edhe vazhdojnë me bërë shumë gjana.